por nga Spitali Traumës do të shkojmë tek vend ngjarje, atje ku kam kolegun Stokol Dema, i cili do të përcjell edhe një herë detajet të mundura të zbardhura deri në këtë çast edhe nga institucionet përkatëse në lidhje me aksidentin e ndodhur pas ditës së sotme. Stokol, të përshëndes, jemi së bashku. Risjem edhe një herë gjithë dinamikën në fokus. Të lutem, çfarë ka ndodhur? Përshëndetje, ka qenë një ngjarje shumë e rëndë rrugore, pra e regjistruar këtu në autostradën Tiranë-Durrës, më saktë për në hyrje të kryeqytetit, përballë në një prej qendrave të rëndësishme pra në vend, teksa një autobus i cili vinte nga Berati ka humbur kontrollin dhe ka përfunduar në anë të rrugës pra në kanal, duke sjellë një bilanc të rëndë me një viktim dhe disa persona të tjerë të cilët kanë mbetur pra të lënduar. Sigurisht që ka patur konfuzion në momentet e para vetë policia, e cila përmes një deklarate zyrtare shpjegoi pra se kishin bëni me 2 persona që kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë të plagosur. Megjithatë, më vonë pas një bilancit të rindërtuar pra të vendit të ngjarjes, pasi mund të themi që këtu ka qenë shumë e vështirë për tu patur detajet në kohë reale në mënyrë të plotë. Në fakt, në momentet që flasim është autobusi i cili po tërhiqet pra nga ana e një karotreci për tu transportuar pra dhe për tu hequr nga vendi i ngjarjes. Sigurisht që nga gjitha çfarë janë analizuar, ka rezultuar pra se ka humbur jetën një 36 vjeçar, i cili rezulton të jetë drejtuesi i autobusit, teksa janë 12 të tjerë pra që kanë mbetur të plagosur. Bëhet me dije se 7 janë në gjendje të rëndë dhe 5 të tjerë kanë pësuar dëmtime të lehta, por ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin pra ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës. Ka patur një konfuzion pak më herët sa i përket edhe një tjetër person i cili dyshohej se kishte humbur jetën, por me ndërhyrjen e bluzave të bardha, për fat të mirë, bëhet me dije se është në jetë dhe po punohet pra me shpresën se do ta kaloj pra edhe rrezikun. Pra, në vend ngjarje, kjo është gjithçka çfarë ka mbetur, autobusi po tërhiqet pra nga ky karotrec që ndodhet aty. Pak a shumë për të shpjeguar dinamikën e asaj çfarë ka ndodhur. Dyshimet paraprake janë se drejtuesi i autobusit, pra 36 vjeçari, besohet se mund të ketë patur pra infrakt në momentin që ka humbur kontrollin e autobusit dhe më pas ka sjellë pra këtë bilanc të rëndë me shumë persona të plagosur dhe vetë ai viktim i këtij aksidenti të rëndë. Një pjesë metalike e trafikndarses apo pjesës metalike anësore pra të rrugës e ka deportuar pra nga skaj në skaj, nga xhami në xham në autobus, e cili ka rezultuar pra fatal. Është edhe në këto planet para që sjell pra operatori Enri Banaj, që shfaqet pra edhe ky minibus, duhet thënë, pasi tani që është nxjerr pra nga kanali i poshtëm, mund të dallohet më saktë dhe më qartë se çfarë realisht lloji është, teksa sigurisht që ka rezultuar fatal për drejtuesin e mjetit, por edhe për një numër të konsiderueshëm pasagjerësh që vjojnë të jenë pra në gjendje të rëndë në Spitalin e Traumës. Ky karotrec po has vështirësi për nxjerrjen e tij dhe për marrjen përfundimtare, për shkak se autobusi sigurisht që është i përmasave jo shumë të mëdha, por gjithsesi mjaftueshëm pra për të patur vështirësi në nxjerrjen e tij nga ana e ekspertëve. Menjëherë, Ermal, në vend ngjarje kanë mbritur forca të shumta policore dhe zjarfikse, të cilat kanë bërë të mundur bashkë me urgjencën kombëtare transportimin e personave të plagosur në drejtim të spitalit, aty ku u është dhënë pra edhe ndihma e parë. Patjetër që ekspert kriminalist kanë hyrë në vend ngjarje dhe kanë kryer në mënyrë të plotë të gjithë dinamikën e asaj çfarë ka ndodhur dhe ekspertiza përfundimtare dhe analizimi do të japin pra të plotë se çfarë ka ndodhur dhe cila ka qenë dinamika e saktë e këtij aksidenti të rëndë, pavarësisht se paraprakisht bëhet fjalë për një humbje të kontrollit i shkaktuar nga një infarkt i mundshëm. Për këtë të fundit do të flas edhe mjekësia ligjore, pra e cila do të japë verdiktin përfundimtar nëse vdekja pra e 36 vjeçarit ka qenë vetëm nga aksidenti apo nga shkaqe të mëparshme pra të humbjes së vetdijes për shkak të infraktit dhe si pasojë pra ka sjellë këtë ngjarje të rëndë rrugore pra të regjistruar në Tiranë rreth orës 15.